العين والحسد يكونا قرينين دائما مع بعض في ذكر هذا الباب، وذلك لأن الأمر غالبا يتلازم بينهما. Mësyshi dhe zilia në këtë kapitull, në këtë temë, zakonisht përdoren së bashku, nga se në realitet edhe kur ndodhin të dyja së bashku. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ما هي العين، كان يحدث أصحابه وهم جالسين على التراب وليس على مثل هذا الفرش الجميل، فيقول لهم استعيذوا بالله من العين فإن العين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر. Pejgamberi sa na ka treguar realitetin e mësyshit, dhe përderisa ishte me shokët e tij duke ndajtur në mezhlis, të cilët ishin të ulur në tokë dhe jo në për ulje sikur sot që i kemi të komoditetit, ju tha pejgamberi sa syri, mësyshi është i vërtet, është hak, dhe përmes tij Allahu sprovon robërit e tij përmes mësyshit që faktikisht bëhet sebeb që njeriu të shkon në varr, të vdes për mësyshit dhe deveja të shkon në tenxhere, domethënë edhe ajo të prehet për shkak mësyshit. جاءت أحاديث أخرى تبين خطر العين، وهذا الحديث بين أنها تقتل الرجل وتميته، وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس يعني بالعين. Ka dhe hadithe tjera që flasin për rrezikun e mësyshit. Ky hadith që e përmendëm, pra ndodh që përmes mësyshit njeriu të vdes, të mbytet, dhe është edhe një hadith tjetër që pejgamberi sa ka thonë që më së shumti që vdesin njerëzit prej umetit tim pas caktimit dhe përcaktimit të Allahut vdesin nga mësyshi. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه الذين ما عندهم النعم التي نتنعم بها الآن، وفي ذلك الوقت وهم أهل التقوى وأهل التحصين الشديد، فما بالنا نحن. Nëse i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u atërhekte vëmendjen dhe vrejtjen shokëve të tij, të cilët nuk i kishin këto të mira që ne i kemi sot para veti, dhe ishin njerëz të devotshëm, dhe ishin njerëz që ishin të mbrojtur, domethënë takva, dhe ishin mbrojtur me mbrojtje të shumta për lutjeve e kështu me radhë, megjithatë i dërguari u atërhekte vrejtjen atyre. Atë cila është gjendja dhe realiteti jonë. مرت علينا أيام كورونا، ولكن مرت لسنة تقريبا أو نحوها أو سنتين وانتهى الأمر، ولكن العين خطر عظيم من حين ولادتك، بل وأنت في بطن أمك قد تصاب أمك بعين وتسقط وتخرج ميتا. Ishte koha e koronës që nuk ishte kohë shumë e gjatë, një vjet e gjysmë deri në 2 vite, dhe pastaj kaloi, kurse rreziku nga mësyshi është i vazhdueshëm, sa të jetë njeriu gjallë, madje mund të ndodhë që njeriu të jetë të mirët mësysh edhe përderisa është në barkun e nënës së tij dhe të lind para kohës, ose siç e themi ne, të abortoj. ومدتها طيلة حياتك وإن بلغت 80. Andaj edhe mësyshi vazhdon gjatë gjithë jetës tënde edhe nëse ja arrin ti 80 vjet. قد يأتي شخص يكون في المستشفى في العناية المركزة فيأتوا بعد فترة يقول فلان ما زال عايش، تأتي هذه العين ويموت في فراشه وهو مريض. Ndodh po thotë që dikush tjetë në spital, në shok dhomë, në gjendje të rëndë, dhe vinë disa për njerëzve duke menduar se ka bërë shumë, domethënë si ka mundësi me jetu, dhe thonë ndoshta në fjalë pa e kontrollu, hala njeri, hala që ka gjalla, hala s'pas ka vdeka, dhe tha ka mundësi kjo më bu sebeb me vdekaj. هذا باختصار عن العين. Kjo është shkurtimisht çka ka të bëjë me tema me mësyshin.